Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për shpalljen si antikushtetues të vendimit të Kuvendit që refuzoi dërgimin për shqyrtim të mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj. Vendimi i gjykatës bazohet në nenet ligjore që ndalon shqyrtimin e papajtueshmërisë së mandateve nëse ka mbetur më pak se 6 muaj në përfundimin e tyre, duke qenë se mandati i deputetëve përfundon në shtator dhe afati për dorëzimin e kërkesave të tilla ishte 10 mars. Pa dije Partisë Demokratike dorëzuar më 5 mars nuk përmbushi kriteret kohore për shqyrtim. Më herët, më 30 janar, majoranca socialiste në Kuvend votoi kundër dërgimit të çështjes së Sinajt në gjykatën kushtetuese, ndërsa opozita pretendonte për shkelje të konfliktit të interesit bazuar në disa fatura prej 3.6 milion lekësh të reja nga institucione publike tek Big Market në pronësi të Sinajt. Partia Demokratike akuzon kryetarin e Kuvendit Elisa Spiropali për zhvatjen e procedurave në këshillin e mandateve që nga nëntori, si dhe gazmembardhin për dorëzimin e vonuar të padisë në kushtetuese, duke ngritur dyshime për rol të qëllimshëm në dështimin e çështjes. Kjo është herë e dytë që ndaj Bardhit ngrihen akuza për veprime përmes teknikaliteteve i shpëtojnë socialistët. Rasti i parë ishte me Olta Gjaçkën, kur gjykata kushtetuese pranoi padinë dorëzuar nga grupi Ali Beaj dhe hodhi poshtë kërkesën më të gjerë të grupit të Berishës, duke rikthyer çështjen në Kuvend ku socialistët e mbyllën me votë. Sipas Bold News Pikal, përtej kësaj betejë procedurale, vëmendja e opozitës ndaj Sinajt duket e shpërndarë në krahasim me abuzimet miliardëshe që kalojnë përmes superministrisë së Belinda Ballukut.